Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, së paku 10 milion euro ato kushtojnë për organizimin e tyre nga KQZ. Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, për shkak se nuk do të funksionojë Kuvendi i Republikës, do t'i humbim 10 milion euro si shtet. Dhe nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, nuk do të kemi zgjidhje. Meqense sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, e pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, meqense unë nuk e di se si mund t'i kemi 80 deputet. Prandaj është domosdoshme që të merremi vesh. Unë kam qenë shumë bujar me partitë opozitare, pas aktgjykimit u takova me LDK-n, PDK-ja refuzoi që të takohemi. LDK-s ja kanë bërë 2 oferta, njërën për bashkëqeverisje, tjetrën për rokad në kryesinë e kuvendit, pastaj PDK-s për rokad në kryesinë e kuvendit, por thjesht nuk po m'duken të gatshëm e të interesuar për marrëveshje dhe ky është një dëm i madh për shtetin e Kosovës.